Sonte në mbrëmje është komentuar marrëdhënia mes Egli Takos dhe Gjestit pas rikthimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, asaj të Big Brother VIP 4. Të doja të pajtohesha, flisja me të. Thjesht dua që të ndihet mirë. Mos ta shohim njëri tjetrin keq. E ka një mlef me mua. Që kur ka ardhur i ka sjelljet krejt ndryshe. Në bazë të sjelljeve që po bën, është diçka tjetër. E kishim diçka mes njëri tjetrit dhe s'kemi pse ta shohim me inat njëri tjetrin. Kur ka dal Egli, kam qenë keq. Më ka munguar Brenda, tha Gjesti. Kam harxuar kohën time duke ju a dhënë juve. Duhet të më kërkosh falje për këtë. Kam qenë unë ajo që ju kam dal përballë në prime për të qenë kundërshtar. Ti ke frikë të luash vetëm. Nuk luan dot pa një vajzë këtu brenda. Asgjë s'ke bërë këtu brenda, veç se një histori gënjeshtër dashurie, tha Rozana. Unë jam një natyrë që nëse thuhet diçka për të qeshur, apo bëhet një gjest gazmor, sidomos me një njeri që kam qeshur shumë në këtë shtëpi. Nëse më ka ardhur për të qeshur, nuk e kam stopuar veten time. Nuk ka turp që të qesh me diçka që bën ai për të qeshur. Urrejtja dëmton të Zotin. Nuk dua të ushqej veten time me urrejtje. Ajo që mundohem të bëj është një barierë mbrojtëse për veten time që i kërkoj të qëndroj larg, tha Egli më tej.